Policia rrugore e Beratit ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut gjatë 2 javëve të para të muajit mars, duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe menaxhimin e trafikut. Sipas policisë, një ndër prioritetet kryesore ka qenë evidentimi i drejtuesve të mjeteve që qarkullojnë nën efektin e alkoolit, një nga shkaqet kryesore të aksidenteve me pasoja të rënda. Si rezultat i monitorimit, janë proceduar penalisht 3 shtetas, ku një është arrestuar për drejtim mjeti në gjendje të dehur, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë për drejtim pa leje drejtimi. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe janë dëshkuar administrativisht qindra drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme, 238 për ndalim ose parkim të gabuar, 118 për parakalime të gabuara, 202 për tejkalim të shpejtësisë, 91 drejtues motomjetesh për mosvendosje të kaskës, 82 për mosvendosje të ripit të sigurimit, 6 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 201 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia bën me dije se kontrollet do të vijojnë në të gjitha rrugët e qarkut, ndërsa u bën apel drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, në mënyrë që të shmangen aksidentet dhe të rritet siguria rrugore.